Në qoftë se ke një sëmundje kronike, vaksinat janë një mbrojtje e rëndësishme për shëndetin tënd. Kush ka një sëmundje kronike mund të marrë shpejt infeksione, një grip, një polmonit ose sëmundje të tjera infektive e ngjitëse do të rëndonin akoma më shumë shëndetin me rrezikun që të shtroheni në spital ose keqësimin e sëmundjes tuaj. Për këtë, vaksinat janë të këshillueshme dhe janë falas për personin që ka azëm, broshit kronik ose sëmundje të tjera të frymarrjes, sëmundje kardiovaskulare, dobësim të sistemit imunitar, funksionim të dobët të veshkave, diabet, tumor ose që ka bërë një transplant. Vaksinat reduktojnë rrezikun e komplikimeve dhe ndihmojnë në mbrojtjen nga sëmundjet infektive. Për personin që ka një sëmundje kronike dhe një infeksion i thjeshtë, mund të bëhet i rrezikshëm. Të vaksinohesh është një veprim mbrojtjeje për veten dhe për të tjerët. Kërkoj mjekut tënd cilat vaksina janë të këshillueshme, të përshtatshme, të duhura për ty, ose kontakto ambulatorët e vaksinave të auzër të qytetit tënd. Mund të gjesh të gjitha informacionet për fashikullin shëndetësor duke shkruar vaksinat për të rriturit. Duke shtypur mbi fjalën ambulatori, do të lexoni në të djathtë ditët dhe oraret e hapjes, numrin e telefonit, mënyrën e prenotimit. Mbroje vetveten. Mbro këtë qëndron pranë. Zgjidh vaksinimin.